pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Bilal, a nite ezanin, tha që këtë Allah fet që edhe thij njerëzit për namaz. Pikësaj dite, derin ditën, derin 3 ditë mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Bilali ka qenë ai që ka thirr ezanin xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe u bë simbol i ezanit. Edhe tregova kur shkon në Mekë dhe qirun Mekën hipi Bilali nalt. Edhe i zgjek putat me shkelm edhe thirr ezanin Allahu akbar, Allahu akbar. Mirë po, kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kishin shtri xhenazën edhe vakti namazit. Hipi Bilali me thirr ezanin, po thirr Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Unar, nisi me kajt, s'po mundet me vazhdu. Imanit, dashnia e madhe që kishte për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhimbja, mërzia, ai gjenazi shtrim natën e vet, ki me thirr ezanin, s'mujti. E vazhdoi njësi. E vazhdoi edhe nesërmen, edhe mas nesërmen edhe tha, pashallah im tha, s'po muj mo. Lemni, nuk muj me thirr ezanin. Se pra kur vjen, ashhadu anna Muhammed Rasulullah, nanët frima. S'muj me vazhdu. E nuk du mi mërzit musliman. Edhe e liroj Ebu Bekri radiallahu anhu. Edhe tha, masi ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'muj me vazhdu me jetu në Medine. I tha Ebu Bekri, ta më jep leje, shkoj në Sham, dhe bëj gjihad atje me muslimanët. Kam mërzi këtu, s'muj me nejt. U munu Ebu Bekri radiallahu anhu me nal. Për 50 ditë që liroj deri këtë ditë bashkë. Kur s'janë